Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur zonja dhe zotrinj, ja ku jam sot përsëri me ju për të sjellë historinë të parë të radhës. Në emailin tim zyrtar më ka shkruar Arlinda, një vajzë mrekullueshme, e cila ka një falënderim për të bërë, por para se të bën falënderimin, ajo ka për të treguar një histori shumë të rëndë. Një histori nga ato më të pabesueshme, që në fakt unë e kam patur shumë të vështirë për ta publikuar, jam konsultuar shumë dhe kam marrë vendimin që ta publikoj këtë histori. Do të dëgjoni se çfarë ka kaluar Arlinda duke besuar në një dashuri dhe duke menduar që ajo dashuri do të ishte rrugtimi më i bukur i jetës së saj. Quhem Arlinda. Kam jetuar me shumë ëndra në zemër. Ëndra që çdo vajzë ka kur është e re. Të kem një familje të madhe, të bukur, plot dashuri, të jem nën, të jem grua e lumtur, e mbrojtur, e respektuar. Por jeta nuk mi solli ashtu si kisha menduar. Jo në fillim. Unë u dashurova me një djalë që më bëri të besoja se do të ishte gjithçka për mua. Ishte shumë i sjellshëm. Më shikonte në sy dhe më thoshte fjalë që më bënin të ndjehesha e veçantë. Ishte i pari dhe i vetmi që lejoja të më prek zemrën. E desha me gjithë shpirt. Dhe kur më kërkoi për grua, nuk mendova dy herë. Mendova se Zoti më kishte bekuar me një burr që do të më donte për gjithmonë. Në muajt e parë të martesës, gjithçka dukej mirë. Ai punonte, unë kujdesesha për shtëpinë, por nuk zgjati shumë. Filloi të binte financiarisht dhe bashkë me krizën e parave, filluan të shfaqeshin anët që unë nuk i kisha njohur kur më parë. Fillimisht ishte nervoz. Më bërtiste për gjëra shumë të vogla. Më fajsonte për çdo dështim. E më pas, filloi dhuna. Nuk mund të harroj kur natën kur më goditi për herë të parë. Ishim ulur në tavolinë. Isha përgatitur darkën me shumë dashuri. Dhe ai, pa asnjë arsye, më përplasi pjatë në fytyrë. Mbeta pa fjalë. Nuk qava, as nuk bërtita. Trupi më dridhej. U ngrita, fshiva ushqimin nga fytyra dhe binda veten se ndoshta ishte thjesht një moment i keq. Do të kalonte. Por fatkeqësisht nuk kaloi. Ditët u kthyen në net. Netët në muaj e muajt në vite. Dhe unë jetova 10 vite në një shtëpi që nuk kishte më jetë, por vetëm britma, dhimbje dhe gjak. Ai më kërkonte me patjetër fëmijë. Çdo muaj më kontrollonte. Më thoshte me zë të ashpër, ku është fëmia? Ti nuk je grua. Ti nuk vleke për asnjë gjë. Por si mund të sillja një jetë të re në këtë ferë? Trupi im nuk kishte më fuqi. Mjekët më thanë se trauma e dhunës fizike dhe psikologjike më kishte dëmtuar edhe në organizëm. Kam pasur ditë kur mezi merja frym. Më rihte derisa më binte të fikët. Dhe sërish, në vend të ndihmës, më thonte mos vdis sot, se kam edhe shumë për të dhënë nesër. Kam fjetur net të tëra me duar e këmbë të mavjosura. Kam fshirë gjak nga dyshemeja që e kishte ngjyrën e shpirtit tim, të vrarë, të ftohtë e të heshtur. Fshehja gjithçka nga familja ime. Turpërohesha.
sepse në shoqërinë tonë shpesh gruaja nuk pyetet si është, por gjykohet përse nuk ri. Dhe e bëra këtë për 10 vite. 10 vite që më duken si një jetë tjetër. Nuk ka qenë lehtë të largohem. U desh një natë që ai më rrahu aq keq sa mendova se ishte fundi. E pash vete në pasqyrë, nuk njihja më fytyrën time. Ajo Arlinda ëndërimtare, ajo vajza që donte jetë, familje, dashuri, nuk ishte më aty. Aty ishte një grua me sy bosh, me buzë të çara dhe shpirt të thyer. Dhe aty vendosa të iki, të vrapoj larg. U largova pa kthyer kokën. Shpëtova veten, edhe pse shumë vonë. Më pas jeta më dhuroi një njeri tjetër, burrin tim sot. Një burr që nuk më lëndon, që më ngroh duart kur kam ftohtë, që më përqafon kur qaj. Një burr që më mësoi të besoj përse dashuria ekziston. Tani jam e martuar me të, dhe jeta ime është ndryshe, më e qetë e më e bukur. Por dhimbja nuk harohet. Nuk harohen netët pa frym. Nuk harohen britmat, rrahjet, gjurmët në trup e në shpirt. Nuk harohen netët që kam fjetur në cep të krevatit, duke u lutur që të mos më prekte. Nuk harohet era e gjakut në duart e mia. As nuk harohen faji që ndenja. Edhe pse unë isha viktima. Viktim e një dashurie të sëmur, e një shoqërie që i hesht gratë. Kam zgjedhur të ndaj këtë histori me ju, sepse shumë gra sot jetojnë atë që unë e kam kaluar. Jetojnë në një ferë dhe nuk guxojnë të flasin. Ju them, mos heshni. Mos prisni që ai të ndryshojë. Mos prisni dhimbje të re për të harruar të vjetrën. Largoni dhe shpëtoni veten tuaj. Unë jam Arlinda. Kam jetuar një jetë të ndarë në 2 pjesë. Njëra me gjak e tjetra me dritë. Sot jam në dritë, por kur nuk do të harroj errësirën që kalova. E ndjej ende në lëkurë, por sërish jetoj, falenderoj Zotin që më dha forcën të ringrihem. Por plagët nuk janë vetëm në trup. Ato më të thellat janë në shpirt, në kujtime. Edhe sot kur dëgjoj një zë të ngritur, më ngriten qimet në trup. Edhe sot kur ndjej erën e parfumit që ai përdorte, më merret fryma. Burri im i sotëm shpesh më thot, nuk jam ai, mos më krahaso me të. Dhe ai ka të drejtë. Ai është një njeri mrekullueshëm, por zemra ime ka kaluar aq shumë sa ende më duhet kohë për të besuar plotësisht se jam e sigurt.